Mirë se ardhët në përballje, unë jam Muhamet Herlo. Po vazhdojmë me serinë e intervistave të parafushatës zgjedhore me përfaqësues të partive politike. Në kohën kur tashmë ka nisur zyrtarisht, le të themi, ajo që njihet si parafushat, akuza kundër akuza, shpifje kundër shpifje. Si do të vazhdoj këtë diskurs? Cilat janë argumente sa i përket numrave, shifrave për punësim, investime kapitale, për çështjen e tenderave në Kosovë. Sot do të flasim me deputetin e lëvizjes vetëvendose, një herë antar i kryesisë së kësaj partie, Armend Muja. Zoti Muja, mirë se po takuam. Mirë se gjeta. Vjen mirë që po diskutojmë, sepse unë paraprakisht kisha edhe përfaqësues para kësaj interviste, përfaqësuesit e dy partive të tjera opozitare në Kuvendin e Kosovës, PDK dhe LDK, të cilët vazhdojnë në këtë diskursin e asaj që thash në hyrje, është me paraqit këtë qeveri në këtë përfundim të mandatit 4 vjeçar, si qeveri e cila ka prish marrëdhëniet me mjeshtrat e Kosovës, qeveri e cila zero ka investime kapitale sipas tyre, dhe qeveri e cila njihet në publik më së shumti nga ajo që kemi parë deri tash me tenderët një burimor. Pra janë 3 temat kryesore në të cilat sot në publik opozita po i argumentojnë sipas vlerësimeve tyre. 4 vjet mas gati, zoti Muja, si është situata në këto tema të cilat opozita po i adreson çdo vit? Kam parasysh se këta duhet me thonë diçka se janë edhe opozit, por e vërteta është duhet mu pa në bazë të shifrave. Nëse a jemi qeveri e tenderëve një burimor, po tregoj që është e kundërta. Në fakt, tenderet një burimor në 2 vitet e fundit janë përgjysmuar. Që ta keni parasysh. Tenderet një burimor gjatë qeverisë Kurti, sidomos në 2 vitet e fundit janë përgjysmuar dhe nuk është më trajt për krahasim nga 600 tender një burimor. Janë nënshkruar mesatarisht në 10 vitet e fundit, ndërkohë që në 2 vitet e fundit kanë rënë në 300 tender një burimor. Edhe ata tender, domethënë që janë nënshkruar, ja ku e ki numrat, çka ku i ki. Sakt. Këto janë mbi bazën, këto janë shifra zyrtare të KRPP-s. Pra, rekordi i tenderëve një burimor ka qenë pikërisht këto qeverisje, për nga numri i tenderëve një burimor. Domethënë, ne 322 ka qenë në vitin 2023. Pra, është një lloj përgjysmimi, kjo është tendenca e tenderëve një burimor. Kush i nënshkruan këto tender një burimor? Këto tender një burimor nënshkruhen nga 2043 tender një burimor, që nënshkruan në vitin 2021 deri në vitin 2024, 875, 43% i ka nënshkruar komunat, 320 i ka nënshkruar ndërmarrjet publike, 307 ministritë dhe qeveritë, 280 agjenci të pavarura, institucionet pavarura kushtetuese gjyqësore 195 dhe ndërmarrjet publike lokale 66%. Rreth gjysma e tenderëve një burimor nënshkruan pikërisht nga kryetarët komunave që vijnë nga partitë opozitare. Qeverit, ministrit i kanë nënshkruar domosdoshmë vetëm 15% prej tyre, pra 85% e tenderëve një burimor që janë nënshkruar në 3 vitet e fundit, ose më shumë se 3 vite, nuk kanë bëjnë fare me ministrit ose qeverit. Dhe kjo është e vërteta. E vërteta tjetër është që po ashtu tenderët një burimor janë trajt tradit e sjelljes së këtyre. Rekordin për nga numri, shifra, përqindja, pjesëmarrja e tenderëve një burimor në kuadër të gjithë tenderëve e kanë pikërisht në vitin 2015 që ka qenë 16%, në vitin 2018 që ka qenë 2018 që ka qenë 18%, janë pikërisht PDK dhe LDK e kanë këtë rekord. Domethënë përfaqësuesit e këtyre rekordeve të tenderëve një burimor sot e bojnë zhurmë më të madhe se për këtë tenderëve një burimor. Ju lanë qëllimisht me shpjegu pak më shumë që do të kemi mundësi për me argumentu me shku me pyetje përgjigje. Mirë po, pas konferencës së juaj, zoti Muja, dhe pas deklaratave të lëvizjes vendose, ne kemi parë 2 reagime të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, zonës së Hikmeti Bajrami dhe gjithashtu të zotit Arben Mustafa, i cili mbrëm deklaroi duke ofruar shifra që thotë se Mustafa i PDK-s demanton vetëvendosen. Asnjëherë më parë nuk ka pasur kaq shumë kontrata. Që po e them citatën e tij për me mujt me ku janë argumentet e opozitës. Po thotë, edhe vetë ministri i financave i referohet deputetit, e ka fjalën për juve, për këto të dhëna
por jo ndonjë burim zyrtar fillimisht. Por nëse e shohim burimin zyrtar që është KRPP-ja, e shohim që numri i kontratave një burimore është 2174, ndërsa vlera e këtyre kontratave për këto 3 vite është 274 milion euro. Asnjëherë më parë Kosova nuk ka pas kaq shumë kontrata negociuese. Pra, ju i keni qitë do shifra në të komunave, ndërkohë që opozita po thot numri total i milionave të eurove dhe kontratave sipas KRPP-s ju demanton që ato që ju po e thoni. Ja, në fakt nuk po na demanton. Në fakt ai saktësisht po e thot, po e demanton vetveten, sepse ai po thot që në 2144 unë po e korrektoj ato, se mi bazën e shifrave të KRPP-s, ndërmjet vitit 2021 deri në tetor të vitit 2024, janë më saktësisht 2043 të nderni burimor. Kjo është fakt, ka një diferencë të vogël. Tash, 2043 të nderni burimor, kush i ka nënshkru qëta 2043 të nderni burimor në 3 vite të fundit? Pjesë ndërmuese i ka nënshkru këta të opozitës. E kuptën, që kjo është argumenti ja. E para, tash, në rast se do me bu krahazime me tendenca paraprake, kur thu se asnjëherë më parë s'ka pas kaq të nderni burimor, atëherë po implikon që 3 vitet e fundit, çdo 3 vit, i krahazoj me 3 vite para praka. Unë e po them që në vitin të zonë, ndërmjet vitit 2018, për 4 vjetë sa mund tjetë, ndërmjet vitit 2018 dhe vitin 2020 para se me arë në për shtet, të zonë për 3 vjetë, ose 4 vjetë nëse i mati, po thuj që është 4 vjetë, atër të në saktësisht i ki 1200, po thuj se i ofrohet 3000 nderni burimor për periudat të ngjajshme. Së përdi apo kupton, për periudat të njëjta kohore, dëgjoj, me kujdes, për periudat të njëjta kohore, pik për pik, do më sa po i vjetësonë, po i prezentoj për 1 vjet e 8 muaj, do më për pa 4 muaj, po i bjen 4 vjet. Pra, nëse e matë për 4 vjet, në periudat e tyne, s'po mu i kalkuloj, tash po duhet i ofronë dikur rreth 3000 të nderë për periudat të një burimore. Kjo është fakt, do më tjetra është, për nga numri vetë për vetë tash. Se një mënyrë tjetër është... Po, një argument tjetër që po është një kundër argument tjetër, zoti Muja. Do me thonë, ju po thuni që po, ka të nderë një burimor, po nuk kena ma shumë se ata që kanë pas ma heret. A që kjo është synimi dhe qëllimi i lëvizjes vendosje, kështu, që kjo është interpretimi, duke argumentu që në të kaluamën ka pas ma shumë e jo në kohën tonë, është që këndryshimi që për cilin po flet lëvizjeve të vendosje 4 vjet pas? Të nderë një burimor, nga fakti që ligjvënësi ka paraponë në 34-35, do të ketë edhe në 50 vitet e ardhshme. Pse? Qëllimi ka qenë këtu që të zbritët numri i të nderëve një burimor. Dhe është përgjysmuar, kupton që është përgjysmuar në 2 vitet e fundit. Pra, a shkojna vetë për vetë. Në vitin 2023 ke pas 332, në vitin 2020 ke pas 885, në vitin 2018, pani, 743, në vitin 2013, 645, në vitin 2009, 760, krahazoje vetë për vetë. Unë besoj që kjo është krahazimi... Ani, veç edhe përgjigj më në pyetje. Do më thonë, me çka po bën krahasim? Me krahasim me të kaluamën? A si shdosh me konë ma mirë? A si shdosh me konë ma mirë? Zoti Muja? Se këta shkrahasimi me 10 vjetë pas u shku 10 vjetë. Jena të folë 2025 e tutje. Meri tash 300 të nderë një burimor që nënshkruan. Këtu nënshkruajnë disa organizata bujqëtore. Pra, nënshkruajnë qeverit, nënshkruajnë ndërmarrje publike, nënshkruajnë komunat, nënshkruajnë të gjithë. Por, si pjesëmarrje, si tendencë, si shprehjes, po thoshte, po shkojmë ka përgjysmimi. Pse ndodhë kjo? Ne i kemi vështru ndërmarrje publike. Ta zonë, Keku thotë që, dëgjoj tash me kujdes. Po, mirë, unë po dëgjoj me kujdes, po hajde ta shpjegojmë për publikon, sepse njerëzit jo të gjithë janë ekspertë të fushës, jo të gjithë janë ekonomistë, jo të gjithë e kuptojnë. Akuzat ndaj lëvizjes vendosje dhe qeverisë Kurti janë që madje është ftu prokuroria për me hetu këto të nderë dhe ju e dini, madje ka thirrje. Zonja Hikmeti Bajrami dje ju quajti edhe shpifs të deklaratave të cilat ju i keni dhënë edhe në relacion. Unë e kuptoj që është diskursi i fushatës parazgjedhore. Por si gazetar, mu më intereson me ditë nëse ju po bëni krahasim me të kaluamën, a nuk është që kjo ndryshimi që ju keni ardhur në pushtet, dhe e dyta,
pse janë tonë qëto kontrata një burimore, qëto s'po kam përgjigje? Unë s'jam të kuptu. Ja, unë ta japi përgjigjen dhe më tek e para se përket deputetit Bajrami. Të gjë ne kemi bën një debat në kuvend, edhe ju kam drejtuar edhe asaj edhe të tjerëve. Thash dëgjoj, meqense ka terma shumë teknik këtu, ja diskutoj normalisht. Sa detyrë na ka dhënë votuesi në kuvend që të shprezentojmë argumente. Po ju s'po shkonin në kuvend orën zamor, ju s'po shkonin në kuvend me diskutu, kur po diskuton opozita? Ajo specifikisht ajo. Ju drejtu deputetit Halil Thaçi, tha ti e shpefs ose ke thonë që unë kam nënshkruar tendera nivorimor. Ishte Halil Thaçi pa të drejtë, pas verifikimin me KPP me KRPP. Saktësisht Halil Thaçi kishte të drejtë kur i tha deputetit Bajrami që nën autoritetin tonë janë nënshkruar 15 tendera nivorimor pikërisht nga zonja Bajrami. Dhe e dyta, nuk është shpifje të thuhet që gjatë autoritetit të saj, bazë të KRPP-s, është nënshkruar kontrata në 2016 me Universal Food, SHPK dhe pastaj prokuroria thotë që në vitin me 1 mars të vitit 2016, Ministria e Tregtisë ka nënshkruar kontratë që me 1 mars 2016, Ministria e Tregtisë si autoritet kontraktues në cilësinë e operatorët ekonomik kishte lidhur me kontratën me Universal Food për shërbimet e deponimit të grurit si rezervë shtetërore. Dhe thot, pronarën e kompanisë e kanë arrestuar, e kanë dënuar sepse thot pa autorizim kishte disponuar sasinë prej 2519 ton grur, duke dëmtuar buxhetin e Kosovës në shumën prej 529.000 euro. Tash një tras unë dume me përmendet argumentin e soj që e ka dhënë ma vonë, mbram, hera fundit që unë replikoj me shpefset ka përmend emra, shihni se si manipulojnë dhe tentojnë të shpërndajnë një rën, të cilën edhe ju po fletni, duke publikuar vetëm njërën pjesë të raportimit të betimit për drejtësi, por ajo edhe pjesën që shkruan qartë dhe sakt se dosti i Kurtit e ka përmend, ka paguar 100% krimin ndaj Kosovës. Pra, dosti i Kurtit ka paguar 100% për dëmin që ka shkaktuar Kosovës. Pik. Turpi duhet metar. Dhe ka fjalën për një koleg juajnë deputet, po këtu ju përfaqëson, po besoj e ka dhe me juve ju që ju referoheni. Tash, zoti muja, sepse publiku shpesh herë e krijohet amullia në publik. Kush e ka të drejtë, kush e ka të qartë. Në fund, pse na sot po diskutojmë është me qartësu. Unë do të kem mundësi me diskutu edhe me zonën e Hykmet e Bajrami, kam fol me përfaqësues tjerë të LDK-s, po është kuvendi që ajo që menoj ish dashur më adresu, sepse ka kërkesa për hetime nga opozita, ju i keni dhënë versionet që po jepni edhe sot me shifra, po ka zgjidhja çto. A ka cila është sot e vërteta? Çfarë s'po kupton që më ditur. Domthon, prokuroria kolegu jëtë betimi për drejtësi, saktësisht e ka raportuar rastin është me 1 mars të vitit 2016, kur në ministri ka qenë Hykmet e Bajrami, është nënshkruar kontrata me Universal Food. Çka ka të paqartë këtu? Ka qenë ministri Hykmet e Bajrami, nuk ka kurfar dileme këtu. Gjatë kohës saj është nënshkruar kontrata që ju ka dhënë gruri Universal Foodit. Pik, s'ka kurfar dileme këtu. Ma vonë pastaj, kur ka ardhur kolegu i saj, Endrit Shala, ja ka dhënë pastaj çata grur që Hykmeti ja ka dhënë Universal Foodit, Endriti ka thonë hajde se peqojnë dikon tjetër. E të pjo akuzoj këta juve pra? Po, mirë, pse? Ishte qëllimi jam aty. Qëllimi im është vetëm për të thënë që Zoj, gjatë gjithë kohës kjo ka dhënë deklarata të pavërteta. Në ne... Mora dhe ajo po të për juve, o zoti muj, apo kupton une që të... Po pikërisht. Edhe qëllimi këtu s'ka asnjë farë dileme, s'ka asnjë dilemë të vetme, që Hykmet e Bajrami, Ministria e Hykmet e Bajramit, ja ka dhënë kontratës, sakt, ja ka dhënë kontratën Universal Foodit. Pik. Prokuroria e ka dënuar zotriun për shkak se janë avullu 529.000 euro. Avullimi ka ndodhur nën autoritetin e zonjës Hykmet e Bajramit. Pik, s'ka kurfar dileme këtu. Kjo është ndrimi. S'ka ishte qëllimi jam. Ç'a ishte qëllimi? Qëllimi është ka qenë pavërtet kur ka thënë që s'janë nënshkruar kontrata nivorimore dhe ka qenë pavërtet kur thotë që nuk janë avullu dhe paradoksi ka qenë që me fajet e saj i ka akuzuar pastaj të tjerët. E kjo akuzon pra që si që kjo qeveri është qeveria që njihet opozita dhe PDK zoti Mustafa dhe kjo po thonë që kjo qeveri njihet si qeveria e tenderave një burimor. Kështu emri ju kanë gjitë. Ja, unë unë pyes, po tash ti pej të gjithë, dëgjoj, që po të përgjigjem. Pej 2000 tendera nivorimor, tash këta kanë thonë që shtajnë tenderat kafeve.
2043, tendera kanë thonë që jenë tendera të kafeve, për gjinë kafe. Tash shkojnë kush i kanë nënshkru këta tendera një burimor. Unë po të them që 873 i kanë nënshkru kryetarët e komunave që këta i kanë caktu. Do më pjesa tjetër, dërmuese i kanë nënshkru kontratët të institucionet e pavara. Në rast se Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial që po i hetoj ka, se 9% e tyne i nënshkrujnë edhe këta, une po besoj që Mete Bajrami dhe të tjerë kanë thonë që po bëne për kafe. Unë besoj që edhe këta duhet përgjigje. Ne nuk kemi asgjë të bëjmë me Këshillin Gjyqësor e Këshillin Prokurorial. Nuk kemi autoritet mbi ta. Ka shumë që nënshkruaj kontrata mbi burimore, jashtë autoritetit tonë. Pik, domthon, Komuna e Prishtinës, ku këta qeverisin, ka është numri më i madh i kontratave një burimore 114 në 3 vite. E po është reagimin e komunës Pejës, thasë është e vërtetë komuna e Pejës kishte reagu, tash po në komuna e Pejës kishte reagu, kishte thonë nuk është e vërtetë në listën që ju i keni qitë 20, thot 2 i kena. Tash unë mendoj që këtu do të ketë diskutime, po s'po du mund dal, nuk po du mund dal. Muhamet, tash ti je gazetari më qëm. Une, ashtu si që kam pranuar bruto, databazën për të jepi edhe ty. Verifikoje rekordin. A di qka mesazhi përfundimtar është këtu? Për me përmbyll që temë. Për me përmbyll. Edhe 10 vite dashme, do të ketë raste kër institucionet kurzohen me pas tendera një burimor. Sepse, ta zonë, në rastin kër ki të bëj me barna, ne nuk i gjejmë këtu. Emergjencat, këti kuptoj. Emergjencat. Në rrasë kur ki të bëj me stabilimente. Por akuzat e vetëvendosjes kanë qenë që këta kanë bon kalumën, e tash pi bën edhe jo. Që qëto është. Po mirë dhe unë tash po kop. Po s'është akuzonë po kop në aspektin moral. Deri dje këta kanë thonë që ju keni thonë që këta pi bojnë, sot kur pi bëni ju po thuni po shiko se ka emergjenca, ka çështje, ka aspekte profesionale. Jo, po që kjo është do t'i muja. A s'është që kjo? Ja, nuk është ashtu. Se kur po i bëni ju, po i thot tash çasoj kohë. Apo kuptoni? Kur i kanë bën këta s'ka bo, sukon mirë, apo bën çështë. Ne nuk kemi përpara Roma. Po që tash. Ne nuk jemi Këshilli Gjyqësor. Domethënë, këto janë institucione që kanë nënshkruar kontrata një burimore, e kupton ti? Këto gabimisht i fatërohen qeverisë. Çka ka të bëjë Albin Kurti që po ndodh në komunën e Prishtinës. Këto janë institucione jashtë kontrollit qeveritar. Pik, domethënë. Dhe ju në fakt janë ata, se mbi 80% e kontratave nënshkruhen nga persona që këta i kanë caktuar. Është temë që për gazetari Olimtuese do ta përcjellë me shumë të drejtë të diskutoj. Ne ta bëjmë një përkushtim këtu. Unë do t'i dorëzoj të gjitha. Okej. Dhe ju bëne vetë gjykimin këtë. Në rregull, do ta kryjmë na punën tonë profesionale. Autoritet për autoritet, publikoje tendencë. Unë e kuptoj që jemi në fushat edhe para fushat edhe tash këtu pak diskursi ngritet nga të gjitha partit. Shkojmë në një temë tjetër. Opozita dhe çështja kritike ekonomike në Kosovë, ndërmarrësia bizneset është që kjo qeveri është ndër qeveritë që e ka shtrëngu buxhetin në aspektin e investimeve kapitale. Do më thonë, kritikat më të mëdha në fushën e ekonomisë është që po përfundon mandati, 0 investime kapitale. A mundush me një 3 investime kapitale që kanë ndodhur në 3 vjet e 8 muaj ose 10 muaj? Që kur po thot 0 investime kapitale. Unë pju referona që kanë thonë, edhe ta përmenda. S'po thom unë po thom që kanë thonë të tjeret. Unë po thom gjej 3 ti përmendim. Një person që ka thonë që jenë po 0 investime kapitale. Edhe që ma zyre. Jo, kam folë edhe në intervistë. Kam folë në intervistë one. Ti që ajo në një nga një. Po ti kanë thonë kuvend, deputet opozitës, kanë thonë cilat investime? Do shta kur të vinte te, mundu me t'i thonë. Jo, në kuvend kanë thonë që 0 investime. Investimet kapitale, që është puna. Ta sqaroj, investime kapitale i referohet në terma ekonomik, të përgjithshëm, i referohen çdo investimi që bëhet, domethënë qoftë nga sektori privat, qoftë nga sektori publik, për të formuar kapitalin brut. Dhe pjesëmarrja kryesore, domethënë në tërësi, kur është në terma ekonomik, tek kur bëhet disagregimi i komponentëve të GDP-s, kapitali bruto formohet nga mbi 3 miliardë euro investime nga sektori privat, edhe publik. Pra, aty hynë kapitali feks, inventari, gjatë kohës ty në ka qenë 2 miliardë. Tash, në 2 vitet e fundit,
është mbi 3 miliardë euro, që në terma nominal është rritur si investim. Nëse flasim përgjithsisht, tash, nëse sa qeveria i ka kontribu me shpenzimet e saj, këti investimi kapital, në terma nominal, vitin e kaluar kemi pas 560 miliona euro. Prit, veç ta japi krahazim. Shumë teknike për publikon. Shumë teknike për publikon. Shumë teknike për publikon. Po unë po them, numrami. Po, që po ti numroj unë me shifra. Edhe po ti numroj. Jo, ato dhe shijon bre, ato janë projektet mos, mund është me thonë që apo den. Po ti shpjegoj ti, që po ti shpjegoj. Njëra nga to është krahazime, të bën krahazime në shifra, pra, prit. Mirë, nuk është që s'po muj me duru me nguse, absolutisht për me shpjegu, po e kam veç për publikon, për masën, publikot i don teknikalitete jom këto. Unë po dur veprim konkret. Unë po thëmë që në bas... Uju, s'janë 0, po janë 5, janë 10. Fjala jote. Unë po vi edhe te ajo mënyra si e pyetët ti. Unë po të thëmë në terma të shifrave që në raportohen neve si kuvend. Se unë nuk jam ekzekutiv. Po më raportohen nga thesari shtetit 560 milion euro vjetë që jëmbo që shifër rekord e investime kapitale në terma nominale. Okej. Tash ju po bës mu në vepra. Cilat janë veprat të cilat une i kam vizituar, se po pyet kështu. E para janë mbi 200 shtëpi të shqiptarëve. Investimi kapitale në këto? Po. Investimi kapitale. Sakt 200 shtëpi të shqiptarëve që po ndërtohen për herë të parë në veri të vendit. E dyta, janë mbi 10 rrugë që janë ndërtuar për herë të parë në veri të vendit. Po ju përmend, se verio i vendit është mbi 18% e territorit të Kosovës, që tash po vjen edhe kësaj. Verio është Kosovë. Hajde po ta japi. Rruga Çerkolez Zubimbat, domon, Kuçic Zubimpota. Rrugë gjatë për herë të parë çon te Gazivoda o Imani, shumë strategjike. 2. Rruga Mitrovic Bare Selac, shumë strategjike se çon ka Lebosavici. Rruga prej Mitrovice deri në Zveçan, Banovdo, rrugë shumë e rëndësishme kalon ka Vidimriqi, rrugë jetike, të gjitha rrugët e Shalis Bajgorës që shpi në veri, domethënë Zabërgj, Dedi, domethënë rruga për Bistric, rruga për Ceraj, pritash, apo po doni rrugë i kryta. A shkojnë aksajte, rruga tash Prishtinë Mitrovic, komponentë. Ma sovjete, ka nisë, unë e kom përcjet vetë atë rrugë, ti vetë i Mitrovicës, unë e kom po storjen 2012 për atë rrugë. Po, për që ata po thomë, po përcjet... Rruga Prishtinë Podujev. Tash, rruga Prishtinë Podujev, që është tu ndërtu, është në kompletim e sipër. Rruga Prishtinë Mitrovic është në kompletim e sipër. Këto janë projekte kyçe kapitale, a kupton? Do me thonë, tani, ju më pyetët për rrugën Prishtinë Mitrovic. Tash për rrugën Prishtinë i ndjeri Bajram Rexhepi e pa propozu për herë të parë në vitin 2007. Ka fillu në vitin 2009. Në vitin 2013 është marrë një grant ndërkombëtar për ta filluar punën. Derisa ka ardhur qeveria Kurti, ajo nuk është përfunduar, deri në vitin 2021. A di pse? Sepse qeveria është rrosur në borxhe shpronësimi dhe s'ka pas mjete edhe vullnet politik për ta ndërtuar. Çka kemi bënë? I kemi hjek të gjitha detyrimet e shpronësimit, që kanë qenë me 10 milion. Investim shumë i madh. E po e kryjm komponente deri te Smrekonica e Voshtres dhe pastaj po e fillojmë edhe Smrekonicë Mitrovic. Pra, unë e kum po vetë isha tash fundi, edhe poshtë deri ku ka shkuar në rregull është. Por, le ti përmendi një 3-4 argumente tjera të rrugës. Rruga për Gjilan Kërkaheq. Për kundër premtimeve, unë e di që ju nuk jeni ministër, jeni deputet i lëvizjes i mazhorancës, rruga për Gjilan ende nuk është në finalizim as po shihet. Ura të Badovci u nis as nuk është gati të kry, investim kapital nëse është. Për Podujev, gjithashtu zoti Muja ka vonesa, për kundër faktit që pat premtime se do të kryhet. Unë nuk e tash ju pi tregoni veç to të mirat, por nuk pi përmend edhe këto që janë në proces. Dolç Kiev prap ka nis nuk u kry. Jena në fund mandatit, jemi në fund të mandatit, jemi në 2-3 muajt e fundit, ju po thirrni në diçka që ka nisë në 2012 në rruga për Mitrovic. A është që kjo ndryshime? Çështja kryesore ti më pyete çka e realizu.
disa që ki kohë, kur e të përmeni edhe një 30 tjera. Ose po t'i dërgoj edhe të... Po, kapitale. vetëm se tash ti po i pyet projektet si që në raportor neve, kompletor. Disa projekte janë në proces, pse rrugët rajonale zakonisht dojnë më shumë se një mandat, kështu shkallë, nuk ka rrugë që ideohet edhe kompletohet, do që se e rrugë që shpenzohet shumë. Më lejohet tash të informoj për rrugën Prishtinë-Pej, një nga rrugët e neglizhuara për gjatë kohë që shumë e rëndësishme. Ja kemi borç Peje si një nga qytetet kryesore të Kosovës, ja kemi pas borç edhe për shkak të lidhjeve kyçe me malin e zi. Është tash aty me investu gjatë. Ka fillu tash së fundmi edhe për shoqipuna edhe vetë, i cili është ka ecë goxha shpejt. Do njëmi binu që rruga për Pej do të përfundohet më shpejt se sa këto tjera, sepse një problem që ka pas ta zëm rruga e Gjilanit, është kontrata është shkruar në vitin 2018. Tash ai zotriu në vitin 2020 neve na thonë që vëllai është ajtu do çmimet në ka pas inflacion tek materialet ndërtimore, mirë e bënëm një ligj shpejt që i kompenzojmë inflacionin. Unë kam bëhat ligj, bashkë me Ministrinë e Financave për t'i kompenzuar për inflacion, esën e punën. Por pastaj ka neglizhencë. Aty janë kry 2 lote të Gjilani, shumë shpejt. Mirë po, njërish ka ngesë të një lot i fundit. Edhe unë besoj që Ministria e Infrastrukturës duhet ta përcjella zhvillim, sepse lidhja Prishtinës ka Gjilani me Preshevën është rrugë kyçe, edhe duhet përfundohet shpejt. Por ne kemi fillu po ashtu edhe rrugën Prishtinë Dalon Prizren Tetov. Është shumë e rëndësishme që për intensifikimin e tregtisë së shkëmbimeve andej. Pra, këtë logjika e ndërtimeve, investimeve tona ka një farë dimensioni tjetër. E para, ne nuk themi që investimi kapitale që duhet përqendrohemi janë vetëm rrugët, por duhet shkojmë atë stadion. Për shembull, ju pyetët e investimit kapitale, për mua shikoj Fadil Vokrën, renovimi është bo pikërisht nga kjo qeveri. Shikoj të gjitha restaurimet që janë bo mbi 200 që ka publiku Ministri Qeko. E di unë në Mitrovicë, shtëpia Gjaferdeve, shtëpia Islam Shqiptar. Që tu, a janë investime kapitale? A janë investime kapitale? Kapitale, këto, po, investime kapitale. Se investim kapital klasifikohet zakonisht në terma gjithçka që zgjat për te do më shumë se një vjetër. Nuk është për mledh tash edhe diçka tjetër. Vetëm logjika tash ka ndryshuar, pra balancohen rrugët, balancohen me hekurudhat, se është edhe hekurudha 10, linja e korridore 10, domon prej Fushë Kosovës deri në Mitrovica ashtu ecë goxha shpejt. Domon Mitrovica si te din. Pastaj balancohet pak me stadiume. Stadiumi Adem Jashari në Mitrovicë, i cili është neglizhuar që 20 vjet, po bëhet një investim i jashtëzakonshëm atje. Domon stadione do të ndërtohen mbi 10 stadione në qytetet. Po do të ndërtohen, tash këto që ndërtohen, po them 4 vitin e parë, unë nuk jam çka kam bë, unë e di që ka nis, se i kom pa projekte të cilat janë i planifikuar në 2025. Po du me përfundim një argument. Po, edhe mandej po du me... është me rëndësi tek logjika e investimeve kapitale. Ne kemi tash po riorientojmë domon tek ujrat, investime në ujë, domon në ujra, në ujë të pijes. 2, investime në infrastrukturën e energjisë, domon transmisionit, për shkak se na duhet energjia e ripërtitshme, investime në rrugë dhe hekurudha dhe investime të rëndësishme tek eksporti, domon dhe kultura. Unë mendoj që zoti më kena më pas mundësi me elaboru pak në gjatë kohëve dhe muajve në fushat specifike, por me të gjithë përfaqësuesit politik që kam pas, kam diskutuar edhe me ta, pyetja jam e fundit politike. Ende, do më thonë, na kemi do kandidatura, nominatura për kryeministër, lëvizja dhe vendosur është në procesin e listës së deputetëve poshtë gjë që në fazën. Pse duhet qytetarit Kosovës votoj për Albin Kurtin edhe për një mandat, sipas zotit Muja dhe sipas lëvizjes dhe vendosje? Dhe pse është më e mirë se kandidatët që i kemi sot ekzistues? Mirë, Albin Kurti ka qenë i përkushtuar në 4 drejtime themelore, dhe unë besoj që ky do të jetë përkushtimi i tij edhe në vazhdim. E para që është jashtëzakonisht e rëndësishme është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. E dyta që është po ashtu e rëndësishme është barazia shoqërore, barazia sociale dhe mundësitë e barabarta të secilit pa marrë parasysh preardhjen, do secili duhet të ketë mundësi për të kontribuar në Kosovë. E treta është përmirësimi i sigurisë. Dhe e fundit është sundimi i ligjit. Këto janë 4 drejtime themelore ku është përqendruar. 1. Kosova sot në terma të sigurisë është nga vendet, qeveria Kurti ka bërë përmirësime të dukshme ato i ki në veri të vendit, edhe i ki të deklarimit të qytetarëve sa i përket Kosovës, një nga vendet më të sigurta.
Këtë janë të dhëna të sondazheve ndërkombëtare. Është fakt që nuk mohohet dot. Këto i sheh po ashtu në vendet të komplikume siç ka qenë veriu i vendit. Kemi fituar betejë të rëndësishme, të neglizhuara 25 vjet, po i kemi fituar ato. Dhe këto janë arsyet për cilat Jo, nuk e përfundova nëse më lejon ti. Tjetër është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Është shumë më rëndësishëm zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik. Zhvillimi ekonomik, rritja ekonomike mesatare ka qenë mbi 6%. Kjo rritje ekonomike duhet vazhdoj edhe në vitet e tjera mbi 6% dhe rritja ekonomike mbi 6% duhet vjen duke në këto drejtime. E para është duke bërë investime masive në infrastrukturë, pra infrastrukturë të energjisë, infrastrukturë rrugore, infrastrukturë ekologore dhe infrastrukturë të ujrave. Kjo vjen duke i mbështetur bizneset eksportuese si strategji. Kjo vjen duke prioritizuar bujqësinë, agrobiznesin, turizmin, energjinë e ripërtitshme. Kjo vjen duke i prioritizuar ndërmarrjet publike përmes fondit sovran, domthonë investime kyçe. Ju po thoni edhe një mandat për të vazhduar këto. Po për të vazhduar këto punë sepse janë të rëndësishme, ka pas sukses në këtë aspekt. Tjetra që është e rëndësishme është tek mundësitë e barabarta. Ne i kemi dhënë shanse të barabarta në shëndetësi, në arsim dhe në transfere sociale. Transferet sociale, baraz ku ne i kemi dediku një kontribut të jashtëzakonshëm, është duke filluar nga skemat e reja, se që në lehonat dhe shtesat për fëmijë në vlerën 150 milion euro, skeme e re kur s'ka qenë. Rritje të pensioneve për të gjithë dhe ky do të jetë prioritimi edhe në vazhdim. Domethënë dyfishimi i buxhetit për shëndetësi, dyfishimi i buxhetit. Po duam një detaj, një datë shtyllat kryesore, Po vetë se këto nuk shpjegohen dot me pak fjalë. Por do ta them edhe një detaj të thjeshtë që është i rëndësishëm është do që merre ku ka qenë investimi ta zonë në FSK, domethënë shpenzuar 60 milion euro, ne tash po i shpenzojmë, domethënë në 4 vitet e fundit kemi shpenzuar rreth 1 miliard euro në ushtri. Merri shpenzimet në arsim, ato janë rrit për 100 milion euro, krahasuar sa është shpenzuar gjatë qeverisë paraprake. Merri shpenzimet në shëndetësi, kanë arrit 400 milion euro, e kemi marrë me 200 milion euro. Merri shpenzimet në bujqësi, janë shpenzuar rreth 50 milion euro, por shpenzohen rreth 200 milion euro. Është prioritizimi i këtyre sektorëve kyç të Kosovës. Merri shpenzimet në transfere sociale, ku shteti domthonë i dedikohet edhe njerëzve të cilët nuk janë në tregun e punës, nuk kanë mundësi. Nga 600 milion euro transferet sociale kanë ardhur në 1.2 milion euro. Bullaksoja qyto pse ju mendoni që zoti Kurti dhe LVV duhet ta ketë një mandat tjetër të ri? Atëherë mesazhi jam është shumë i thjeshtë. E para tek siguria dhe mbrojtja është pikërisht Albin Kurti, që e ka demonstruar me rezultatin e tij, me përkushtimin e tij, që pa marrë parasysh presionin, e ka rikthyer veriun dhe e ka përmirësuar sigurinë në Kosovë, që është një mesazh i rëndësishëm. E dyta është për shkak të sundimit të ligjit dhe një qeverisje pa krime, pa hajni. E treta është për shkak të rekordit për zhvillimin ekonomik dhe e katërta për t'i mundësuar edhe për t'i ofruar shanse të barabarta të gjithë të rinjve, trejav, grave dhe të moshuarve në Kosovë. Kjo është mesazhi jam përfundimtar. Unë besoj që gjatë fushatës ky do të jetë trajtimi kryesor dhe do të kemi mundësi ta elaborojmë me projekte kyçe. Këtu do thash që këto do të kemi mundësi me pa pastaj gjatë fushatës. Të bazuar në shifra. Po e përfundoj. Kur e kemi marrë buxhetin ne, sekretari i Komisionit për Buxhet, e ka marrë buxhetin me tyra 1.5 miliard euro dhe unë jam i lumtur që në buxhetin e fundit ja prezantova popullit të Kosovës një buxhet me tyra buxhetore 3 miliard euro. Ja u kemi dyfishuar tyrat buxhetore. E kupton që është një arritje jashtëzakonshme për Kosovën. Dhe nëse vazhdon kështu, qeveria do të jetë edhe më shumë mjete për të investuar edhe në ushtri, edhe në arsim, edhe në infrastrukturë publike. Kjo është domosdoshmë kontrata shoqërore dhe duhet ta vazhdojmë këtë moment. Muja, faleminderit shumë për kohën dhe diskutimin. Për këto tema të fundit do të kena mundësi me shtjellu, me diskutu gjatë kohës së debateve zgjedhore. Faleminderit shumë për kohën. Si me bisedu dhe kurdo që ju keni vullnet për t'i përballë. Dhe me ata që sot janë duke akuzuar kryesorët, dhe me ata janë të gatshëm me u ballafaqu. Veç personalisht. Jo, unë e them kështu me përgjithësi. Biri gjithë një kanë jo. Një kanë jo, po mjafton bashkarisht të gjithë. Jo, biri gjithë këtu, një kanë jo. Unë me shifra, me fakte, ju tregoj atyre se si rritet ekonomia, mbi 6%, si rikthehet veriu, si është po, është histori. Do tentoj që në ta kemi një diskutim tjetër të ardhshëm së bashku me ta. Si policia e vendit,
ku është rrit shpenzime veç në autoblinda, aty që s'kemi pas autoblinda. Mos na qenë tema tjera. Po të kallëzoj se unë jam demonstroj të gjithëve se si bëhet menaxhohet shteti, kurse në paratë e shtetit për t'i rikthyer ato pastaj për benefit të kolektivës, po benefit të publikës. Pra, që është dallimi kryesor, domethënë, këta kanë ardhur duke u thirrë në kolektivën për të shërbyer vetë. Shkurt që do të jetë në fund. Zoti Muja, shumë faleminderit. Shikoj nderuar, ishe me deputetën e lëvizjes vendose, kryetarin e Komisionit për Buxhet në Kuvendin e Kosovës, ku diskutuam për çështjet që kanë të bëjnë me menaxhimin, udhëheqjen e lëvizjes vetëvendose gjatë asaj periudhe dhe akuzat dhe kritikat e opozitës. Shihemi në intervista tjera të radhës.